80 pako me produkte ushqimore janë përgatitur dhe shpërndar nga organizata humanitare Dora e Rinisë për t'u dhuruar familjeve me status të dobët ekonomik. Ky aksion ka ardhur në ditën e fundit të Ramazanit që këto familje të kenë ushqim të siguruar edhe për festën e Fitër Bajramit. Hasan Ibrahimi, drejtuesi i organizatës në fjalë, shprehet se do të vazhdojnë traditën e humanitetit derisa ka bamirës të shumët. A tha se sikurse viteve të tjera dhe si vjet për Bajram janë ndarë edhe mjete financiare për disa familje. Më lejoni që njerit në emër tim personal, në emër të shoqatës të gjithë besimtarëve islam të uroj festën e madhe Fitër Bajramit. Sot kemi një mega aksion ku shpresojmë të shpërndajmë mbi 80 pako ushqimore tek ato familje që kanë nevojë për ndihmën tonë. Gjithashtu vlen të theksohet që ne do kemi edhe disa mjete financiare ku shpresojmë të shpërndajmë te ato familje që do kenë harxhimet e veta gjatë ditës së fundit të muajit të shenjtë të Ramazanit. Kjo është një mega aksion që do ta përmbyllim për këtë muaj të shenjtë të Ramazanit. Bamirësve Zoti ju shpërblet dhe Zoti ju dhash gjithë të mira që na ka përkrahur kaq shumë ndër vite dhe sidomos gjatë këtij muaji të shenjtë të Ramazanit. Aksioni mbështetej nga disa donator, shumica mërgjimtar, ndërsa i njëjti dhe si vjet ka përfshirë edhe ndarjen e teshave të reja për mbi 30 fëmijë për Bajram. Për realizimin e këtij aksioni ishin grumbulluar 6.000 euro, tha Ibrahimi. Këtë aksion humanitar e përkrajnë shumë donator të ndryshëm, kanë nga 50 euro, 100 euro, 150, 200, 300 e 600 euro. Ky aksion ka vlerën me teshat, me mjetet ushqimore, me disa mjete financiare, afër 6.000 euro. Ndryshe, organizata Dora e Rinisë njihet për organizimin e aktiviteteve me karakter humanitar, me çrast përmes mërgjimtarve, ajo vazhdimisht ndihmon me qindra familje, sidomos gjatë muajit të Ramazanit.